një video të re këtu në kanalin tim. Si fillim, ju uroj që t'jeni duke kaluar një të premte të bukur. Sot është ditë e premte, ju e dini që unë kam pushim nga kursi, por sot është edhe Anja me Stabin pushim, sepse këtu në Gjermani është ditë pushimi dhe kështu që jemi pushim dhe po mendojmë që të dalim, prandaj edhe unë u bëra gati, po mendoj që të dal edhe të bëj ndonjë reels, ndonjë foto të bukur. Pothuajse këtë javë, gjithë javën kam qenë sëmur sepse kanë rënë edhe këto virozat. Unë nuk e di a ishin grykët apo ishte viroz, por që i kisha të gjitha shenjat, kisha temperaturë, kisha dhimbje fyti, kisha bllokim të hundëve, edhe të gjitha këto, mezi e kam shtyr edhe te kursi, një ditë kam munguar, kurse 3 ditët e tjera u mundova që të shkoja, bëja çaj të nxehtë, e merja tek ajo gjëja që kam që e ruan nxehtësinë dhe kështu mund të kaloja diku te 2-3 orë te kursi. Domethënë me pak fjalë e shtyja, por që nuk isha as pak mirë, thjesht ai fakti që doja të mos mungoja, sepse tani marrim gjëra shumë të rëndësishme dhe kështu ka kaluar java ime, por të paktën sot ndihem më mirë, edhe prandaj u bëra edhe kështu bukur, sepse gjithë javën nuk pata bër asnjë gjë, as zgjerime, as filmime, edhe veten e kisha lënë shumë pas dore sepse nuk mundesha, me vërtet që nuk mundesha. Sot normalisht që do dalim, kemi menduar që të pim një kafe, ndoshta dalim në një park për Anjën që të luajë dhe të kënaqet. Koha nuk është as shumë e mirë, po as shumë e keqe, mund të them që është diku aty në mes, është vrentur, por del ndonjëherë edhe dielli, është pak freskët, por do mundohemi që të vishemi trash, duke qenë se nuk e kemi kaluar akoma 100% këtë virusin apo virozën që kaluam edhe që kishim, kështu që me pak fjalë do dalim, por përveç se të dalim, kam menduar që të ndaj me ju një pako që më ka ardhur. E gjithë kjo pako që ju shihni këtu është me një set të tërë skincare nga Larsi edhe deri te serumi, por unë normal që do t'ua tregoj një nga një. Nëse e mbani mend, në momentin që kam ardhur në fillim këtu në Gjermani, unë përdorja skincare korean, isha shumë e kënaqur me ato produkte që përdorja dhe ishin me vërtet me çmime shumë të mira ekonomike. Atëherë unë i blija tek Glow Skin, por në momentin që erdha këtu, nuk kisha ku t'i blija, sepse edhe një hidratues që u fiksova unë atëherë, që doja ta provoja, i vetmi vend ku shitej ishte te Douglas mos gaboj dhe ose te Douglas ose te Müller, por ishte me një çmim shumë të lartë në krahasim me çfarë mund ta blija unë për shembull te Glow. E mbaj mend atëherë që atë hidratuesin që u bë viral dhe që doja ta blija, ma ka sjellë jeni nga Shqipëria, ma ka sjellë edhe BB krimin e Puritos që përdorja unë atëherë në vend të fondatines. Isha shumë e kënaqur, por duke qenë se nuk kisha ku t'i blija këtu dhe nuk doja që të bëhesha e bezdisur me njerëzit që vinin këtu në Shqipëri, sepse mbi të gjitha Glow Skin ndodhej edhe në Tiranë, edhe unë në Tiranë kisha vetëm Enin që mund t'i mi sillte, tash okay, duhet ta stopoj. Dhe çfarë bëra? Zgjodha të blej produkte farmaceutike në farmaci. Javën e dytë, pasi kam bler atë produktin farmaceutik me emër, doli lëndajme që mbante substanca kancerogjene. Kisha me vërtet shumë pak që e përdorja dhe më erdhi keq në fakt se e bleva goxha lehtë, por që mu desh që mos ta përdorja më dhe për momentin nuk e kam përdorur më, por jam shumë e lumtur që sot mund të blej tek një sajt super i besuar ku produktet vijnë direkt nga Korea, janë 100% origjinale dhe ky sajt quhet Stylevana. Sajtin do valet të shkruaj këtu dhe vazhdojmë tani edhe me produktet që un kam zgjedhur për skincare-in tim. Të gjitha këto produktet janë goxha virale dhe nëse i klikoni për shembull në Google apo në TikTok do ju dalin edhe të gjitha ato benefitet apo se për çfarë përdoren. Unë kam zgjedhur ato më viralet dhe do ua tregoj tani. I pari është Larsi, kam zgjedhur këtë të Puritos sepse kam dëgjuar fjalë shumë të mira. Megjithatë, pasi ti provoj, do ju jap në fund edhe të gjitha review-t se cili më pëlqeu, cili më dha rezultat edhe të tëra me radhë. I dyti është toneri dhe për mua toneri është goxha i rëndësishëm sepse e përgatit dhe e pastron fytyrën nga të gjitha ato papastërtitë dhe e përgatit për hapat e tjera. Kam zgjedhur këtë, që nuk e shqiptoj dot emrin, por që duket kështu. Hapi i tretë dhe duke qenë se unë e kam fytyrën shumë të thatë, zgjodha këtë hidratuesin e Puritos përsëri, që mendoj se do t'i përshtatet shumë fytyrës time. Është ky këtu. Dhe me sa e pashur në teksturë, kur e hapa, më pëlqeu shumë, por do ta shohim me kalimin e kohës. Hapi tjetër më i rëndësishëm për mua është edhe SPF-ja dhe unë kam zgjedhur këtë SPF. Është goxha virale dhe kjo. Tani unë nuk është se i kam zgjedhur se janë virale dhe
do të thotë se është i mirë sepse lëkurat janë të ndryshme, por unë pash edhe ato përdorimet dhe ky ishte pak a shumë për gjitha llojet e fytyrave dhe mbi të gjitha gjëja kryesore që unë kërkoj te një SPF është që të jetë pak e lëngshme, jo shumë e trash, edhe mos të lihen shenja në fytyrë, gjë që ky i kishte të gjitha këto që unë kërkoja. Kam zgjedhur gjithashtu një krem për zonën poshtë syve dhe shikojini pak sa gjë e bukur që është kjo. Është në formë shiringe dhe mezi po pres që ta provoj. Hapet këtu dhe pastaj hiqet nga kjo, po shikojini pak sa gjë e bukur që është. Dhe produkti i fundit, por normale jo për nga rëndësia, është kjo që është serum, që shërben për të ushqyer fytyrën. Ky ishte edhe shumë i lezetshëm sepse kishte edhe këtë trajtën shumë të lezetshme. Ja ta hap. Shikojeni pak se si duket. Këto janë produktet e mia më të reja që mezi po pres tani t'i përdor dhe në momentin që do t'i përdor, besoj pas një muaj do ju jap edhe review-n se si duken edhe nëse më kanë pëlqyer apo jo. Do ju lë edhe një kod që nëse doni mund të blini dhe të përfitoni edhe uljet e saj. Sot është ditë e shtunë dhe unë jam në shtëpi me Anjen, shkova 2 orë në punë, e mora dhe Anjen me vete. Dhe tani kemi ardhur, vendosa për të bërë për drek sot, duke qenë se koha është shumë e vranët edhe shumë e ftohtë me shi. Vendosa për të bërë fasole, duke qenë se Anja i pëlqen shumë. Më pëlqen edhe fakti që nuk është se duan shumë mundim, thjesht i vendos që të zjejnë edhe pastaj kur i ndërtoj në fund, edhe mbi të gjitha dalin shumë të shijshme, kështu që nga një anë janë edhe shpëtim. Dhe tani jam këtu për të treguar një pak nga Temu. Dje kam stopuar kamerën dhe xhirimet, sepse nuk pata kohë, erdhëm në shtëpi, erdhëm të lodhur, filloi shiu, ishte kohë shumë e keqe edhe kur dolëm në fakt, por megjithatë ne u kënaqëm shumë. Ky kartoni këtu në fakt që unë e kam hapur, ishin këto lulet, mua nuk më durua atëherë dhe doja me se s'bën që t'i vendosja aty ku kam bërë ndërmend që t'i vendos, edhe shikojeni pak sa të bukura që janë. Janë natyrale në fakt, thjesht janë të thata. Edhe më pëlqyen shumë, saqë po mendoj që të marr edhe një tufë tjetër që ta bëj akoma edhe më të plot. Për momentin i kam vendosur këtu te kjo gota sepse më pëlqen shumë dekori i kësaj edhe shkon. Do mundohem që të gjej një vazo në këtë dekor, por fiks të vogël siç i kam vendosur te kjo, domethënë. Për momentin jam duke i mbajtur këtu dhe kam vendosur që ta vendos tek pasqyra e komedinës së kozmetikës, aty ku lyhem, sepse me vërtet që duket shumë bukur dhe ndoshta do ua tregoj edhe më vonë. Kam porositur një palë tuta dhe këto janë në fakt shumë stil dhe më erdhën në material shumë të mirë, por edhe në gjatësinë që unë e doja. E kisha pak frikë të pjesën e gjatësisë. Unë do ju lë edhe do ju bashkangjis edhe fotot që të krijoni idenë, sepse thjesht kur i shef duken si tuta normale, por që janë me vërtet shumë të bukura, të paktën janë siç i doja unë.
dhe materiali është super i mirë. Janë të ngrohta, janë goxha të plota dhe material shumë i mirë. Tani do ta shohim kur t'i lajm, sepse atëherë duken që edhe nëse bëhen me pushra apo jo. Diçka tjetër që kam marrë është kjo bluza për Ranjën, është një triko, por Ranjës nuk i bëm dhe do ja lë gocës kunatës dhe do t'i porosis një masë më të vogël Ranjës, sepse Ranjës i rinte shumë e madhe. Nuk e mendova se do ishte kaq e madhe, por mbi të gjitha është shumë e bukur, edhe duke qenë se mua më pëlqeu, thash ok, do t'i marr edhe Anjës. Nga brenda është si me pellush, e afroj që ta shihni këtu, dhe ka këto ngjyrat e vjeshtës, ngjyrat vjeshtore shumë të bukura. Kam porositur një palë syze me xham të tildukshëm, janë ato që pata vënë në videon e kaluar që kisha shkuar tek ato kungujt, dhe janë me vërtet shumë stil, edhe për të bërë foto estetik, po janë stil sepse duken edhe shumë bukur. Janë kështu. I kanë ngjyrat shumë të bukura, këtë ngjyrën e skeletit, nga mbrapa janë kështu. Dhe më duket se ishin diku te 2 euro, 2 euro e pak, po janë me vërtet shumë të lezetshme dhe shumë stil. Nuk e di, më duket vetja si zysh me këto, por do bëjmë kombinime shumë të lezetshme. Unë e pata bërë një kombinim kur shkova atje, por kam në mendje edhe disa kombinime të tjera, sepse kam parë që këto përdoren në mas tani për kombinime tani në vjesht. Kam porositur një 2 gjëra për shtëpinë, në fakt për shtëpinë kam porositur shumë, por nuk më kanë ardhur akoma, sepse kam liruar goxha vend edhe tek dhoma e gjumit dhe dua të bëj disa ndryshime, por kam porositur një 2 gjëra të vogla për stinën e vjeshtës dhe besoj se video tjetër do jetë komplet vibe vjeshte dhe komplet me të rregulluar shtëpinë me atmosferën e vjeshtës. Unë kam porositur këta, që është kaq i bukur sa mua nuk më ndahet shpirti nga ky. Këtë kam menduar që ta vendos mbi krevatin e gjumit, sepse më duket shumë lezetshëm aty, duke qenë se kam marrë edhe ato çarçafët e rinj te IKEA që janë në ngjyrë pana, janë shumë të bukur, edhe ky shkon shumë dhe shumë e sigurt që do e vendos aty. Për këtë mu desh që të shkoja te dhoma e gjumit, sepse e kam hapur dhe e kam vendosur direkt nga që nuk më duroi. Është një nga këto varset që vendosen çantat në të dy anët. Unë e kam marrë me 4, si bie, 1, 2, 3, me 3 kate, po ndërkohë mu të vëmë nga të dy anët, edhe shikojini pak, e kam mbushur këtë plot, ndërkohë kam vendosur edhe gjëra të tjera, jo vetëm çanta. Dhe gjëja e fundit që kam marrë është ky qiriu, që vjen një aromë super e mirë. Ky ishte i mbështjell 3-4 herë në mënyrë që mos të thyej, po unë e kam hapur sepse mundesh që të bëja edhe një reels. Dhe përveç se bukurisë që është shumë i bukur, është shumë estetik, mbi të gjitha vjen edhe një aromë super e mirë. Unë kam parë në çdo dyqan sepse këtu i preferojnë shumë qirinjt, por si kjo aromë vallai nuk isha nuhatur asnjëherë dhe është me vërtet një aromë super e mirë. Këtë e sigurt që kur të mbaroj do ta riblej përsëri. Shikojeni sa i bukur që duket. Këto ishin të gjitha gjërat që pata porositur në Temu këtë herë, ndërkohë pres të më vijnë porosit të tjera. Nuk e mbaj mend edhe kam humbur numërimin tani se sa pako kemi bërë dhe kemi hapur nga Temu. Unë si gjithmonë do ju lë linkjet që nëse keni qejf të porosisni, mund të porosisni tek i njëjti link, sepse unë siç u kam thënë gjet ato produkte dhe mbaj ato produkte që më pëlqejnë, dhe normal do keni edhe kodin e uljes për të përfituar ulje. Pata porositur edhe këto furçat, po nuk e vura re tani dhe në momentin që do hidhja këto mbeturinat, i pash, janë 2 furça për vetullat, një do e mbaj për vete, një do ja jap Enit, dhe duken kështu. Duken shumë të mira në fakt.